Tu një tjetë e njerës, sot e hënë dhe si gjithmonë, si shdo të hënë në ora 9, ja ku jam për mesazhin e yje në fat dhe në muzik. Mesazhin e yjeve në fat dhe në muzik. Jemi gjithmonë në Radio Sol, në 89, rrjetet sociale i dini me Sol 89 në YouTube, në TikTok, në që ka të tjera se jam pak jashtë këtyre gjërave në përgjithësi. Dhe gjatë horoskopit të sotëm, për ata që na dëgjojnë në radio njerëz, sepse keni për t'u argëtuar. Gjatë horoskopit të sotëm, do të na shoqërojë në radio një pjesë të ndryshme nga grupi nga Los Angeles Eagles, një nga themeluesit e të cilit ishte dhe këngëtari, autori, kompozitori dhe kitaristi Glenn Frey, i cili është ndarë nga ne 10 vjet më parë, në 18 janar 2016. Kjo që sa po filloi, për ju që dëgjoni radio, është pjesa Take It Easy, e kënduar nga Glenn Frey, së bashku me grupin Eagles, ndërsa unë po filloj horoskopin për këtë javë. Dashi. Octavio Paz ka qenë një shkrimtar meksikan i shenjës dashit, i cili ka marrë dhe çmimin Nobel në letërsi në vitin 1990. Në poezinë e tij që titullohet Complementarios, Octavio Paz i thot së dashurës: në trupin tim ti kërkon malin, kërkon diellin tënd të varrosur në heshtin e pyllit. Në trupin tënd unë kërkoj barkën që do të nxjerrë në breg në zemër të natës. Po ti, o dash, bura grua qofsh, çfarë kërkoje në trupin e kujt ke dashur? Cilat enigma e mistere ke dashur të eksploroje ndërkohë që ai trup ose të ai trup ti përhumbeshe? Në ç'më mënyrë të dashurit e të pasurit afër të dikujt që doje të ka ndihmuar të kuptosh sensin e vërtet të jetës? Këto janë ato mbi të cilat unë të ftoj të reflektosh, o dash, burr a grua qofsh. Kërko tek vetja atë ushqim shpirtëror që të ka dhënë prania dhe sensualiteti i kujt afër ke pasur, e pastaj mundohu ndoshta të kërkosh një dashuri të re. Dhe dashuria për të cilën po të flas është edhe konkrete, por edhe figurative. E vërteta është që ajo tak që të bën zemra, figurativja e kësaj takut është në punën tënde, me shpirtin tënd, kërkoje atë takun përpara se të kërkosh një tak të ri. Demi. Kohë më parë po lexoja një libër fantastiko shkencor dhe plot humor të shkrimtarit anglez Terry Pratchett, që është i shenjës Demit. Në roman, personazhi kishte sajuar, kishte prodhuar një shpatë me rrufen e hekurt të një meteoriti. Film fantastiko shkencor ishte. Ta tregova këtë o Dem, bura grua qof, sepse mendoj që edhe ti, figurativisht, të sajosh një shpatë të tillë e cila do të shërbej për të forcuar e tonifikuar forcën tënde mendore. Ç'do të thotë? Do të thotë që të duhet një shpatë e fuqishme për të ndarë apo të coptuar ca dëshira koti apo ca ndikime në dukje interesante, por që në të vërtetë nuk janë e po të hanë shpirtin. Kjo shpatë, figurativisht, mund të bëj edhe që të linë një dëshirë kalorsiake, gjithmonë figurativisht, apo jo, të nisesh për një ndërmarrje fisnike, apo për të mbritur në kohë për një ndërmarrje fisnike. Me një fjalë, mos u përhumb në ca ide a projekte që të kanë futur në një rrugë qorre. Binjakët. Një astrolog, të cilit unë shpesh i referohem, është astrologu amerikan Hunter Reynolds, është i shenjës binjakëve. Ai duke ju referuar edhe vetës thot se ku ju binjakët jeni në momentet tuaja më të mira dhe karakterizoni nga një padurim spektakolar. Nuk ka njeri që ju lidh. Preferoni më mirë të gaboni, por vetëm të veproni, se sa të mendojeni e t'ju kap dembelizmi, edhe pse mund të jeni ju vetë viktimat e padurimit.
jeni në një fazë që nuk çoni asgjë deri në fund, edhe pse po arrini rezultate pozitive. E lini një gjë për një gjë tjetër. Në javët në vazhdim, edhe ndoshta edhe për një 2-3 javë, uno binjak, burra groa qofsh, të këshilloj të heqësh dorë pikërisht nga kjo gjë. E të lëni të gjërave në mes të rrugës. I keni hyrë një gjë sentimentale, a biznesi, çojeni deri në fund. Më dëgjuat binjak. Më mirë, esni kot, se sa të rrini kot. Gaforia. Jezuiti dhe poeti anglez i shenjës gafores, Gerard Manley Hopkins, krijoi foljen angleze to self, për të treguar atë që një person bën kur do të mostrojë praninë e tij speciale në jetë. Kjo që bëj unë, për shembull, është to self. Përdor aftësinë time për të kombinuar fantazinë, njohurinë dhe dëshirën. Sipas asaj që unë lexoj tek pyet o gafore, burra gra qofshi, edhe ju jeni në një fazë që keni detyrën e shenjtë të tregoni aftësinë tuaj në këtë botë me shumë forcë e me shumë zell. Ndoshta edhe më shumë. Ju këshilloj të jeni të palodhur në kërkimin e mundësive që do t'ju bëjnë të veçantë dhe shumë të dashur për çdo që keni afër, si në biznes, si në familje, si në shoqëri. Luani. Shkrimtari dhe romancieri anglez Aldous Huxley ka qenë i shenjës Luanit. Në librin e tij Përtej gjirit Meksikës, që e ka shkruar në vitin 1934, ai ka shkruar: ritmi i natyrshëm i jetës njeriut është një rutinë që ndërpritet nga orgjitë. Autori Aldous Huxley përdor termin orgji në kuptimin më të gjerë të fjalës, jo vetëm si takim apo marrëdhënie seksuale, por si shpërthim i papërmbajtur i pasionit që të çon në një çlirim të guximshëm, i cili si pasojë sjell thyerjen e rregullave apo të asaj që ai e quan rutinë e zakonshme. Pra, të çon në revolucion figurativisht. Luan, burr a grua qofsh, në ditët në vazhdim të pret tamam kjo orgji në thonjza, dhe je në momentin që duhet ta thyesh e ta shkatrosh rutinën e përditshme në do të ecësh përpara kudo qoftë, dashuri, punë apo biznes. Në rregull? Virgjeresha. Filip Marinović është një poet amerikan bashkohor i shenjës së Virgjereshës, sot është 51 vjeç. Në një vëllim me poezitë të tina, ose një vëllim me poezitë të tina, i e ka titulluar And if you don't go crazy, I'll meet you here tomorrow, që do të thotë, po nuk u çmende, takohemi këtu nesër. Bukur. Virgjeresha, burra gra qofshi, këtë titull kam qejf ta përdor si titull për parashikimin e horoskopit tuaj për javët në vazhdim. Pra, në qoftë se nuk luani mënç, takohemi këtu javët e ardhshme. Mendoj se ju nuk do të mungoni në këtë takim. Nga ju e të lexoj se pavarësisht situatave ku do të gjendeni, do të dini ta ruani gjak thotësinë, do të jeni të aftë të eliminoni apo menjanoni paradokset. Mbase do të duhet edhe ndonjë çmenduri e vogël për t'i përballur, po gjithsesi mendoj se javët që vijnë, ju do të jeni këtu sepse nuk jeni të çmendur ose nuk do të çmendeni. Peshorja. Kam folur, apo jam referuar, edhe herë tjetër poetit mistik persian Jalal ad-Din Muhammed Rumi, që është i shenjës peshores. Në një nga poezitë e tij ai thotë: mos kujto se gjatë dimrit kopshti e humbet bukurinë e tij, duket si i thatë e i djerë, por poshtë rënjët janë në vlim, jetojnë e bëhen gati për pranverën. Peshore, burra grua qofsh, mendoj se në këtë moment ti je figurativisht si kopshti që thot poeti. Duket parë kështu nga jashtë, duket sikur je pak i përgjumur, si pa energji, si i fjetur, as fjalët sikur nuk ju dalin, por unë e di, se e thon yjet, që ti
O peshore, burra grua qofsh, je në fazën e rikarikimit të baterive. Brenda te gjithçka vlon dhe idetë e projektit janë gati për të shpërthyer. Këto projekte mund të jenë në dashuri, në biznes, në një marrëdhënie të veçantë. Këtë e dini ju se ku. Shpejt do ta merrni vesh se ku. Punë të mbar ose ndoshta edhe rrugë të mbar. Akrepi. Kur ishte gati 50 vjeç, piktori francez Claude Monet, i shenjës akrepit, më në fund mbriti suksesin e vet ekonomik dhe, me të ardhurat e fituara, bleu një shtëpi, një tokë dhe punësoi disa kopshtarë të cilët e ndihmuan që të krijonte një liqen me ujë të ndenjur dhe të gjithë sipërfaqen e ujit e mbuloi me lulen që rritet në ujë e që quhet nimfa. Dhe për herë të parë në jetën e tij filloi të pikturonte nimfat. Besoj kush e njeh Monet e di se sa piktura të tilla ka ai. Në 30 vjetët e mëvonshme, nimfat u bën fiksimi i tij. Ato ishin objekti i gati 250 pikturave të tij. Dhe sot janë kontributi i tij special në historinë e artit. I mbolla nimfat për kënaqësi, ka thënë Claude Monet. I mbolla pa pasur ndërmend t'i pikturoja. Pastaj papritur, zbulova magjin e këtij uji të ndënjur dhe të këtij liqeni. Edhe ju, për të dashur, ose edhe ju të dashur akrepa, burra gra qofshi, viti 2026 do t'jetë një vit i favorshëm për të bërë një gjë të tillë. Të krijoni një oazë të dëshirave tuaj e më pas kënaqësinë tuaj ta ktheni në burim frymëzimi për ata ose për atë që doni të arrini. E thënë në Shqip është viti 2026 është viti që ndoshta po të dini ta shfrytëzoni, do të filloni të bëni vërtet atë që keni qejf të bëni. Shigjetari. Aktori dhe komiku amerikan Steven Wright është i shenjës shigjetarit dhe mburet duke thënë se ka ndjekur një kurs për të shkurtuar kohën e pritjes. Tani, thot ai, unë mund të pres edhe një orë për 10 minuta. Pra, ka mësuar se si mund të pritet gjatë duke mos e ndjerë kohën e pritjes. Po ta them ty o shigjetar burra grua qofsh, sepse edhe ti në ditët në vazhdim do të karakterizohesh nga një aftësi e ngjashme. Në qoftë se do të kesh durim pak më shumë se zakonisht, dhe rezultatet do të arrijnë më shpejt e do të jenë më të kënaqshme. Problemi yt i vetëm, o shigjetar burra grua qofsh, është se do të duhet të jesh vërtet i qetë, i pakontraktuar dhe i gatshëm të presësh dhe rezultatet e pritura do të vijnë. Por në qoftë se ti o shigjetar burra grua qofsh do të shtiresh sikur je i qetë e i durueshëm, gjërat të siguroj që nuk do të funksionojnë. Haroje shprehjen edhe durimi ka kufi. I duruari, i fituari. Britsjapi. Në momentin që shkeli për herë të parë në hënë, me Apollo 11, se kështu thonë që ka shkuar në hënë Apollo 11, në korrik të vitit 1969, astronauti Buzz Aldrin, i shenjës britsjapit, fitonte më pak se $8 ora. Mua më duket si një rast nga ato më skandalet e punës së paguar shumë pak, që është shumë më keq natyrisht se sa ajo që ti o britsjap, burra grua qofsh, ke kaluar gjatë karrierës tënde. Të këshilloj o britsjap, burra grua qofsh, që ta kesh parasysh këtë që të thash, sidomos në javët në vazhdim, kur do të jesh duke rregulluar raportin tënd me lekët. Shpresoj që shembulli të të shërbej që gjërat i shohësh me më shumë filozofi, me më shumë mendje të hapur. Është mënyra më e mirë për të të lënë të kthjellët në zbatimin e projektit atë ides që do të të çojë në fitime shumë më të mëdha se sa tani. Ujori. Në dhjetor të vitit 1910 ose diku rreth dhjetorit, natyra njerëzore ndryshoi
Shkruante në vitin 1924 gazetare angleze Virginia Woolf e shenjës ujorit. Pse e bëri ajo këtë deklaratë? Ndoshta sepse u përhapën gjërësisht elektriciteti, automobilat, uji i vazhdueshëm në shtëpia. Apo ndoshta sepse ishte fillimi i lëvizjeve për emancipimin dhe të drejtat e votës për gratë. Apo sepse ishte fillimi i protestave të punëtorëve. Apo sepse ishte lulëzimi i pikturës moderne nga Cézanne, Gauguin, Matisse, Picasso. Ndoshta secila prej këtyre ngjarjeve ka pasur rëndësinë e vet. Të dashur dëgjues të shenjës së ujorit, viti 2026 është viti i ndryshimeve dhe piknisja e së ardhmes tuaj. Viti 2027 do të jetë viti që kur ta kujtoni mbas 10 vjetësh, do thoni 2027 ka qenë momenti që jeta ime mori një drejtim të ri. Është viti kur fillova një jetë të re. Peshqit. Nga momenti në moment mund të filloni e të mësoni ca gjëra të reja. Fenomen ky që nuk ndodh të ndoshta që prej vitit 2020 o peshq, bura gra qofshi. Nga dita në ditë mund të mos jeni më të lodhur nga ajo që po bëni dhe mbase ky fenomen nuk ju ndodh që nga viti 2022 o peshq, bura gra qofshi. Nga një javë të tjetra mund të jeni shumë më spontan, gjë që nuk ju ndodh ndoshta që nga viti 2024 o peshq, bura agra qofshi. Dhe ndoshta në muajin që vjen do të kuptoni se do të jeni më vizionar, më larg pamës në atë çka po bëni. Gjë që nuk ju ka ndodhur këtë vit o peshq, bura agra qofshi. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që jeni duke hedhur bazat për një projekt, a një lidhje, a një ide, pas së cilës rrugën do ta keni vetëm fushore o peshq, bura gra qofshi. Do të thotë që ndoshta brenda dhjetorit do të arrini pikësynimin tuaj në një gjë që po ju ndodh në vitin 2026. Urime.